Po shtroj pyetja, pse kërkojnë këta qeverinë teknike në vend zgjedhjeve të parakohshme? Pra pse kërkojnë që të bashkëqeverisin Rama me Berishën, një vit e 2 vjet, edhe pastaj shohim e bëjmë. Pse japin kohë Ramës, që të qetësohet situata, të mos ketë më protesta? Dua japun përgjigjen. Ka 3 arsye. Arsye e parë, dhe ka të bëjë me interesat e përbashkëta të Edi Ramës dhe Sali Berishës. Çfarë interesesh kanë ata të përbashkëta? Të shpëtojnë popullin, të bëjnë reforma të mëdha për të mirën e popullit? Jo, se kjo është si të mendosh që t'ja varësh ujqve mëlçit në qafë, edhe të mendosh që nuk do t'i hanë vetë, po do t'i japin ty t'i hash. Jo, ujqit, po ja vare mëlçit në qafë, do t'i hanë vetë, pa pikën e diskutimit. Kështu që interesi i përbashkët i Ramës dhe Berishës, cili është? I pari, të shkatrojnë institucionet e drejtësisë. Të shkatrojnë SPAK-un dhe GKK-n. Pse? Sepse Berisha është i pandehur, është i akuzuar. E ka venin në burg, po shkon drejt burgut. Edi Rama i ka bashkëpunëtorët e vet të akuzuar në burg dhe po i afrohet akuzat e burgut dhe atij vet. Kështu që interesi tyre përbashkët, dhe që do ta realizojnë nëse e kanë mundësi me një qeveri teknike, e shkatrojnë komplet SPAK-un, GKK-n, na kthejnë te gjykatat partijake. Që fusin e i fakir në burg se vjedh presht e tregu, edhe të gjithat korruptumit, jo vetëm i nxjerr jashtë, po jep dhe gaj dekorat. E para kjo. E dyta, ndryshojnë sistemin zgjedhor. Interesi i Ramës dhe Berishës që të ruhet duopoli partijak, të ketë vetëm 2 parti në Shqipëri. E ta bëjnë sistemin zgjedhor në atë mënyrë që t'ja pamundësojnë një parti e tretë si Lëvizja Bashkë që të rritet në kohën e dur dhe t'i sfidojë ato. Dhe treta, interesi i tyre i tretë i përbashkët të vjedhin bashkë. Të vjedhin bashkë. Pra thot, kemi 15 ministrina, ku di unë sa kemi? Hajde i ndajmë gjysmë për gjysmë. Ti vjedh te ministrit e tua, unë vjedh te ministrit e mia. Ti e ndërton administratën me patronazhist te ministrit e tua, unë e ndërtoj administratën me patronazhist te ministrit e mia. Vjedhim të dy, rregullojmë krushqie, komshie, patronazhiste, militant në vend e pune, edhe Shqipëria le të shkojnë lum, punë e madhe fort. Shihemi mas një vit ja 2 vjetësh, gjys aleat, gjys rival, edhe futemi në zgjedhje. Tani kjo është tallesh me popullin shqiptar. Prandaj ne ngrejmë zërin dhe kërkojmë me bindje rrëzimin e qeverisë përmes protestave popullore, që Lëvizja Bashkë do të rinis në javët në vazhdim dhe si dalje nga kriza, zgjedhjet e parakohshme, si një mënyrë që të mos i lëm më të korruptuarit edhe maskarent që të na qeverisin.